Krishtit. Le të shohemi në këmbë. Shkojmë te Zoti në adhurim, përgatisim zemrën tonë për fjalën e Perëndisë edhe vazhdojmë edhe me gjërat e tjera që gjithë kemi përgatitur. Le të lutemi. Zoti i dashur, faleminderit për këtë ditë, të jemi mirënjohës për hirin tënd. Faleminderit o Zot për gjakun tënd, faleminderit Zot për fjalën tënde Perëndi, faleminderit që na ke prekur, faleminderit Zot që na ke hapur sytë edhe na ke nxitur Perëndi për të vazhduar Zot dhe për të mos u dorëzuar Perëndi derisa ti të vish. Ne këtë duam Perëndi, sepse ti na ke dhënë fuqinë që ringjall Jezu Krishtin Perëndi. Zot, të jemi shumë mirënjohës që ti na ke pajisur me çdo gjë, që ne të vazhdojmë përpara. Lutem Perëndi edhe sot na mëso, Zot lutem që të na prekësh zemrën, Zot lutem që të na përdorësh edhe të mundemi të bëjmë ato vendime që na duhet të bëjmë për të vazhduar përpara, Zot, që të hedhim gjërat që na pengojnë, barrën, mëkatin dhe të rendim drejt synimit. Perëndi, jemi shumë mirënjohës edhe lutem që lavdia jote Perëndi të ngrihet lart edhe ti të ngrihesh lart Perëndi në emrin yt. Në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht lutemi të falenderojmë. Amen.
ta ngrem, Jezus Krisht i lartë. Ne do ta ngrem, Jezus Krisht i lartë. Me hapa sapi përparojmë, me teja të reja ne fitojmë. Lutja jonë është armë e fuqishme, ndërsa te djallit rëzohem poshtë. Këndojmë edhe një herë, ne duam ta ngrem Jezus i lartë, si një flamur mbi vendin tonë, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne duam ta ngrem Jezus i lartë, si një flamur mbi vendin tonë, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne do ta ngrem, Jezus Krisht i lartë. Ne do ta ngrem, Jezus Krisht i lartë. Me hapa sapi përparojmë, teja të reja ne fitojmë. Lutja jonë është armë e fuqishme, kërkesat e djallit rëzohen poshtë. Ne duam ta ngrem Jezus i lartë, si një flamur mbi vendin tonë, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Ne duam ta ngrem Jezus i lartë, si një flamur mbi vendin tonë, që njerëzit të shohin dhe të kuptojnë se veç tek ai ka falje. Dëshpërimi tim sot unë poshtë, duart lidhur ma nuk janë fal teje Zot. Kënga ime ngrihet lart përmbi këtë tokë, jo asgjë s'më mban dot larg teje Zot. Dëshpërimin tim sot unë poshtë, duart lidhur ma nuk janë fal teje Zot. Kënga ime ngrihet lart përmbi këtë tokë, jo asgjë s'më mban dot larg teje Zot. Jetë në bekëzimi kam në zemër, i njëjti s'jam kur ma thërret në emër. Po këtë grefit timtar në çdo suri, i këndoj sot emrin tënd plot madhështi. Duart lart i ngre pra nga mos kam lirim, më ke dhënë jetën ty ta jap. Sot këndoj emrin tënd i jap lavdi, ditën botës hej unë jam biri i ti. Tani unë e di paqja jeti, vimi pjesërim, sot këndoj emrin tënd e fuqi, ditën botës hej unë jam biri i ti. Dëshpërimin tim sot unë poshtë, duart lidhur ma nuk janë fal teje Zot. Kënga ime ngrihet lart përmbi këtë tokë, jo asgjë s'më mban dot larg teje Zot. Jetë në bekëzimi kam në zemër, i njëjti
më mban dëtar se je Zot. Me gjithë zemër, e më shish mja dora afron, e më shish mja dora afron, fundin e kësaj këtu ku jemi na shëros, na udhish në të ndetoh. Mirë se vini thënë nga ati, bashkë na mbledh na sjell në shpirë, po derisa t'vi kjo kohë e presi, bashkë në gjuhë para fëmijët mi. Në qytetin e ardhëm blidemi na atje ku lodhe dhimbje më në një zëme ushti qellore do themi që gji është i shenjtë, do t'lavdron, do t'adhurojmë atë për jetë. Sundet kur fuqjes, nga jo asnjë gjë nuk mund na ndajë nga dashuria e Zotit të shenjtë. Në qytetin e ardhur blidemi në Jerusalemin e ri, atje ku lodhet dhimbje në një zëme ushti qellore do themi që gji është i Në qytetin e ardhur blidemi në Jerusalemin e ri, atje ku lodhet dhimbje më jo sot në një zëme ushti qellore do themi që gji është i shenjtë, do t'lavdrojmë, t'adhurojmë atë për jetë. Qengji, qengji, qengji është i shenjtë. Qengji, qengji, qengji është i shenjtë. Qengji, qengji, qengji është i shenjtë. Amen, Zotë. Ne me zi presim që ajo ditë, Zotë, të vi ku ne të jemi bashkë me ty, edhe të themi qengji, qengji është i shenjtë, edhe mund të këndojmë bashkë me gjithë besimtarë, nga gjitha korat, që ti, o Zoti, ke shpëtuar me gjakun tënd. Perëndi, me zi presim që ti të jesh në fronin tënd dhe të mbretërosh, edhe Perëndi, vërtet duam, Perëndi, që derisa ajo ditë të vi, ne duam të gjindemi besnik, që kur të jemi ballë për ballë me ty, ti të në thuash, të lumë shërbëtori i mirë dhe besnik. Faleminderit për këtë kohë. Lutem, Perëndi, vazhdo bekoje shërbesën, Perëndi, bekoje fjalën tënde, Perëndi, dhe na fol përmes saj. Në emrin të lutemi. Amen. Mund të ulemi? Do kemi kohë në frymën se vëllezërit mund të bëjnë gati, e di që ka shumë për herë të parë sot kam parë disa fytyra të reja. Mirë, nuk do ta bëjmë kështu me emra, por nëse je kështu sot për herë të parë, thjesht mund të ngresh pak dorën. Nëse je sot për herë të parë, po ngrihet dorën, kush është për herë të parë sot? Thjesht ngrihet dorën, po shoh disa, ua, shumë. Dikush tjetër që është për herë të parë? Faleminderit që keni ardhur sot, për herë të parë jeni miq tan sot. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që keni ardhur.
Ofrimet që do të mblidhen gjatë konferencës edhe sot do të ndahen midis kishave, kështu që nëse Zoti të ka vënë diçka në zemër, jep me gëzim për lavdinë e Perëndis. Nëse po, ju që jeni për të parë Nertil, është edhe një këtej. Thjesht ngrini pak dorën që t'ju shikojnë Nertilit, ju hapi një flet anket, po. Nertil, edhe këtej nga Cepi. Faleminderit. Këtej nga Cepi, këtej ishte një nga Cepi. Të falenderoj, veç dua të të falenderoj. Falenderoj, veç dua të të falenderoj. Falenderoj, veç dua të të Mirë, do që përpara se sa studentët e Bathores të vinë ti mirëpristi me një duartrokitje,
kur të vinë. Do të doja që të mundet të merrni pak kohë të vini celularët tuaj në silent, të mundemi ti ulim pak zilet, mos shqetësojmë njëri, edhe studentët, hajde tani, hajde.
Mendojmë tani janë kallurimi, mu më prek shumë për faktin se ka disa vargje vërtet që janë shumë domethënë se për jetën time personale, shpresoj për jetën e çdo krishteri. Në një varg i këngës thotë, Zoti nuk më lan në balë dhe për këtë e lavdroj. Edhe në gjithë jetën time të krishter, Zoti prasë më mes me ka lënë në baltë. Në jetën e shërbimit, kudo që kam qenë, ai kurs me ka lënë në baltë. Jam i sigurt se secili prej nesh ka dëshminë e vet. Edhe kur nuk ka lënë në baltë. Gjithashtu një varg i kësaj këngë thotë që nuk ka mallkim mbi Shqipërinë, as lota as hëdhen. Do të thënë është një ide e brezit kaluar në përgjithësi që Shqipëria është vend i mallkuar, tranzicioni e shumë gjëra që kanë ndodhur. Por duke parë historinë kompleksitet, vërtet vendi jonë ka vujtur shumë, por fakti që ne kemi arritur sot është vullneti i Zotit. Edhe patjetër Zoti ka përdorur fuqitë e mëdha që ne jemi si kom sot, por jam i sigurt që Zoti na ka dashur, na don edhe jemi këtu sot, populli i tij. Edhe vërtet Zoti na ka thirrur të jemi dritë, të jemi edhe kri për këtë vend, edhe du të lutemi dhe të shërbejmë dhe të fitojmë sa më shumë shpirtra nga ky popull që ne cilët i përkasin.
Ato momente ku ti thua sa mirë që ka trafik. Se për mua ishte e vështirë të vija këtu, kishte një çik trafik aty me njerëz që po lëviznin. Është gëzim vërtet. Nuk e di për juve, po unë do doja që ashtu siç bëni me ato disqet kur udhëtoni me makinë dhe ishte 6-7 orë një udhëtim, mbaronte disku dhe vazhdoni me vendosnin prapë se na pëlqente shumë. Ato disqet që s'na pëlqejnë, ne lëm një këngë e heqim. Po besoj se për shumicën prej jush, s'po them dot për të gjithë. Koha e adhurimit që kaluam së bashku ishte një gjë e tillë, që ne do donim që ta riluanim përsëri. Edhe lavdi Zotit që ne do ta kemi këtë mundësi. E kemi këtë mundësi në ecjen tonë personale me Zotin, e kemi këtë mundësinë së bashku, edhe lavdia ti që do ta kemi mundësi një ditë që ta bëjmë së bashku me gjithë shenjtorët, nga gjitha kombet, nga gjitha kohrat, ta adhurojmë Zotin tonë që është i madh. Faleminderit gjithë secilit që keni ardhur këtu sot. Kjo kohë është e bukur sepse Zoti ka sjellë gjithë secilin për nesh. Disa që e kanë Zotin me vete dhe gëzohen në prezencën e Tij, disa që janë duke kërkuar, edhe lavdi Zotit për gjithë secilin. Zoti ka një fjalë, ka një këshill, ka një gëzim për gjithë secilin për nesh. Edhe dëshira ime është që të gjithë ne të dalim pakës të ndryshuar nga kjo fundjavë. Gjëja më e trishtueshme do ishte sikur ne siç hymë në këtë fundjavë, e hëna fillon rutina, fillon vrapi i zakonshëm, edhe ne nuk kemi ndryshuar as pak. Ndërkohë që Zoti na solli këtu me një qëllim. Jo thjesht të mbushim kohën në një kohë të kulturuar, por sepse ai do që të prekë jetën tona. Ata që nuk e kanë një marrëdhënie me të, ai dëshiron t'i sjellë në një marrëdhënie, në një marrëdhënie dashurie, në një marrëdhënie që fillon sot, edhe nuk mbaron në përjetësi. Është një marrëdhënie gëzimi, paqeje që ai na jep me anë të frymës së shenjtë. Ata që e kanë një marrëdhënie me Zotin, Zoti, që është dhëndri nuses, do një afrimitet më të madh. Do një bashkësi më intime. Do një kohë më të mirë në marrëdhënien me të. Pse? Sepse ne kemi nevojë për të. Ne kemi nevojë për të. Dëshira e Zotit që na fton në prezencën e Tij, sepse ne kemi nevojë për të. Pavarësisht se shpesh mund të ndjehemi sikur s'kemi nevojë për Zotin. Kështu që lutja ime është gjithë secili për nesh do lejoj Zotin që ato gjëra që ai do prekin jetën tonë, ne do t'ia dorëzojmë atij, e do të ecim ndryshe nesër, sepse për këtë ai na ka thirrur, do që të kemi një jetë të lavdishme me të. Për juve që nuk keni qenë dje dhe pardje, kemi folur kontekstin e të rendit drejt synimit, kemi folur se si ne nuk duhet të kthehemi brava, por të shikojmë përpara drejt Jezus Krishtit, që është shembulli që Zoti na ka dhënë, edhe mbrëm pam se si Zoti dëshiron që ne të fitojmë, edhe pam këshilla shumë praktike. Jeta në Zotin, nëse ngele vetëm në teori, është një gënjeshtër shumë e trishtueshme. Por nëse hedhim hapa praktik në ecjen tonë me besim, atëherë transformohemi në imazhin e Krishtit. Jakobi thotë që ai shikon veten në pasqyrë dhe ikën pa bërë asnjë gjë. Nuk është i urtë. Edhe Zoti na jep këshilla me anë fjalës së Tij. Sot do të shikojmë pse ne duhet të qëndrojmë në garën tonë, pse ne duhet të vazhdojmë të rendim drejt synimit. Një nga gjërat që dëgjojmë shpesh në marrëdhënie me njerëzit është që ka ndonjë gjë për mua atje, ka ndonjë lek aty, ka ndonjë gjë. Edhe e kam dëgjuar të gjithë në një kontekst që po të ma thoshte dikush më parë do thosha, po si ka mundësi mund ta thonë dhe ata. Në një bisedë pune, domethënë doli që disa njerëz që prej të cilëve ne presim të na japin diçka, ata thonë, ka ndonjë gjë për mua këtu? Ne të gjithë duam diçka. Edhe Zoti ka diçka përpara nesh. Edhe nëse kjo botë na ngarkon gjithë ditën me gjërat që ajo promovon, gjërat që ajo ngre lart, edhe mendja jon shpesh herë gënjehet, edhe kërkon ato gjëra. Zoti e ka mbush fjalën e Tij me premtime, me këshilla, me dritë për atë gjë që ne kemi përpara. Edhe gjëja më e mirë për ne është që t'i mbajmë syt tek ato gjëra. T'i mbajmë syt të gjërat që kemi përpara sipas premtimeve të Zotit. Edhe kjo do na ndihmojë, do na japi guxim, do na japi ngazëllim që të vrapojmë në garën tonë. Kam përshtypjen se kam sjellë ca vargje sot. Mirë, para se lexojmë tekstin nga Donisimi sot, le të shkojmë para Zotit në një lutje. Perëndimi mirë, Zoti Jezus Krisht, faleminderit Zot për gjithë secilin prej nesh Zot që ke sjellë tu sot. Perëndimi, faleminderit që është për shkak të dashurisë tënde Zot që ti na tërheq Zot. Lutem Zot që fryma yt Perëndi të gjejë një zemër të gatshme Zot për të mbjellë
fjalën e Zot për të na dhënë jetë me anë të fjalës tënde. Zot, faleminderit që na do, Zot. Të lartësojmë dhe lutemi në emrin e Krishtit shpëtimtarit ton. Amen. Pse të rendim drejt synimit? Kjo është ajo që do të shohim sot. Do të nisim nga Hebrejnë 12. Në qoftë se keni Biblat, le të lexojmë pasazhin do shikojmë sot, Hebrejnë 12. Do të shohim dy vargjet e para, do të qëndrojmë vetëm tek një pjesë shumë e shkurtër e vargut të dytë, edhe më pas do të vazhdojmë. Po jo, e bëj me hiles, se kam vë vargjet aty. Prandaj edhe ne, duke qenë të rrethuar nga një re kaq e madhe dëshmitarësh, duke hedhur tej çdo barë dhe mëkatin që na qarkon kaq lehtë, le të rendim me durim në garën që është përpara nesh, duke i drejtuar sytë te Jezusi. Kreu dhe plotësojnësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara tij, duroi kryqin duke përçmuar fyrjen dhe u ul në të djathtë të fronit të Perëndisë. Është një pasazh shumë i bukur. Besoj se ne shpesh qëndrojmë te ky pasazh, meditojmë të dhe gëzohemi. Ajo që unë kapa nga pasazhi, edhe falenderoj Zotit që më drejtoi në këtë gjë, në kontekstin e konferencës tonë, është pikërisht shpreha për gëzimin që ishte përpara. Ajo që kaloi Jezusi nuk mund të përshkruhet me fjalët që ne njohim. Nuk mund të përshkruhet ndarja e tij me Atin, me eksperiencat që ne përjetojmë në jetën tonë. Ne mund t'i afrohemi pak, ne mund të kemi një ide, por atë që përjetoi Krishti ne nuk mund ta imagjinojmë dot. Edhe kjo shprehje këtu për gëzimin që ishte përpara, na tregon se si ai mundi të qëndrojë në kryqin e turpit, në kryqin e vuajtjes, si ai mundi të kalojë të gjitha ato gjëra. E ndërsa lutej në Getsemani dhe kërkonte nga Zoti që t'ia hiqte nga Ati, t'ia hiqte atë kup të mundimit të tij nëse ishte mundur, ai prapë vendosi të qëndrojë. Edhe Bibla na tregon që kishte gëzim përpara tij. Gëzimi, pa diskutim në pasazh, në mënyrë të drejtë për drejtë na thuhet që është ulurit në fronin e Atit, por ka shumë gjëra që i përkasin Krishtit, lavdisë të tij, edhe gëzimit të tij. Unë kam zgjedhur dy vargje për të treguar se çfarë gëzimi kishte Jezus Krishti përpara ndërsa ai ishte në kryqin e Kalvarit. Isaia 53 na shpjegon pak udhëtimin e qengjit të Perëndisë. E na shpjegon fundin e udhëtimit të tij. Edhe lavdi Zotit për gjithë ata që janë këtu sot, që janë pjesë e atij udhëtimi, që kanë lejuar Zotin t'i lajë nga mëkatet me gjakun e qengjit, edhe janë bërë pjesë e atyre që janë shpenguar me drejtsinë e Perëndisë, dhe jo me fenë e tyre, jo me ndershmërinë e tyre. Isaia 53:11 na thot: ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë të tij drejti, shërbëtori im do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër pallësitë e tyre. Ai do të jetë i kënaqur. Kush është kënaqësia e Krishtit në përjetësi? Ndërsa ai shikon syt tan, që ne qëndrojmë me ngazëllim të përjetshëm në prezencën e tij. Edhe nuk jemi në vendin e humbjes, edhe të shkatrimit të përjetshëm, ku ka vetëm të qara, edhe të merr pafund për shkak të mëkateve të njerëzit. Edhe ai kaloi gjitha këto gjëra dhe u gëzua në këto gjëra, sepse kishte përpara këtë gjë që do të ishim bashkë me të. Është një marrëdhënie dashurie. Gjërat që ne kemi parë edhe shohim për dita janë marrëdhënie të sundimtarëve mbi popujt e tyre. Të rralla janë ato marrëdhënie të një sakrifice, edhe vetmohimi edhe dashurie të përsosur, ku një drejtues sakrifikon plotësisht për popullin e tij. Janë pa diskutim, por janë të rralla. Por kjo është dashuria e Perëndisë së Shenjtë, Alfas edhe Omega, atij që është i përjetshmi ndaj mëkatarëve që e quajmë në gozhat e kryqit. Është një dashuri shumë e lartë. Ky është gëzimi që ka Zoti. Te kantiku na përshkruhet vlla Fatmiri foli pak për marrëdhënien e kishës me Krishtin. Edhe këtu na shpjegohet pak gëzimi. Nuk i kemi me fjalë të shprehur gëzimin te kantiku kapitulli 2, por është ai gëzimi i takimit, i bashkimit të dhëndit me Nusen. Thot, ja zëri të dashurit tim, ai vjen duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat, i dashuri im më ka folur dhe më ka thonë, çohu mikja ime, bukura ime dhe eja. Ky është gëzimi që ka Krishti përpara. Ndërsa ai na ngre lart.
e na heq nga errësira e kësaj bote, nga vuajtjet e kësaj bote, e na sjell në vendin e takimit, ndërsa do takojmë atë. Te Sofonia kapitulli 3 është gëzimi i Zotit për shpengimin e Izraelit. Megjithatë ai na deshin ne. Na deshin ne gjithashtu. Deshi gjithë botën. Po këtu tregon se si ai do gëzohet për Izraelin, po jam sigurt i njëjti gëzim është ai që ka për kishën e tij. E bleu me gjakun e tij, thot Bibla. Kishën e tij. Atë ditë do të thonë në Jeruzalem, mos ki frikë si jon, duart e tua mos u dobësofshin. Zoti Perëndia yt në mes teje është i fuqishëm që shpëton. Ai do të mbushet me gëzim për ty, në dashurinë e tij do të qëndrojë në heshtje, do të gëzohet me ty, me britma gëzimi. Gëzimi i Zotit për ata që janë shpenguar. Gëzimi i tij sepse ju, ti, i the Jezusit po Zot. Unë dua që të shpengohem me flakë të ferrit. Unë e vlerësoj gjakun tënd në kryq. Unë nuk të refuzoj ty, por të pranoj ty si Zotin dhe shpëtimtarin tim. Ai bëri gjithçka. Mendoni pak atë babain që bën gati për dasmën edhe fton njerëzit, edhe refuzojnë, të ftuarit që kishte ftuar refuzojnë, të tjerë refuzojnë dhe pastaj i shkon thonë lypsarët, të çalët, njerëzit që nuk kanë ndonjë gjë për të kthyer mbrapsh. Ata që nuk mund të tregonin mirënjohje me ndonjë gjë. Vetë të ishin mirënjohës në zemër dhe i fton ata në dasëm. Të gjithë ata që i kanë thënë po Jezusit janë pjesë e këtij gëzimi, edhe ai gëzon me gëzim të madh, sepse ne e pranuam atë. Ky është gëzimi që Jezusi ka përpara. Dhe Bibla na thot, ne thot, ti mbajmë syt tek Jezus Krishti dhe na përshkruan udhëtimin e Jezusit. Vuajtjet e tij, turpin që mori nga jashtë, po mënyrën se si ai qëndroi indiferent ndaj turpit që mori. Pse? Sepse kishte përpara syve gëzimin. E Zoti na thot, edhe ju thot, keni në mendje. Reni duke mbajtur syt tek Jezus Krishti. Pse? Sepse ashtu siç Jezusi kishte gëzim përpara, edhe ne kemi gëzim përpara nesh. Edhe Zoti do që ne ta mbajmë përpara syve. Zoti do që ne të shikojmë drejt atij gëzimi. Në 1 Korintë kapitulli 9, siç pam dje, ata që rendin në garat e kësaj bote, në udhtimin e kësaj bote, ata fitojnë një kuror që prishet. Ka shumë njerëz që kanë arritur një gjë, kanë arritur një fitore. Po ka gara çdo vit pas 3 vitesh, ata janë histori. Edhe nuk e ka më atë lavdin që kishte më përpara ajo fitore. Ka ca njerëz që mund ngelen rekordmen për 10 vite apo 30 vite dhe askush nuk e thyer rekordin e tyre. Por prap janë të përkohshme. Kurse gëzimi që kemi ne është një gëzim që mbetet. Do të shikojmë shumë shpejt 4 gjëra për cilat ne kemi gëzim, për cilat ne mund të kemi gëzim, nëse shikojmë përpara drejt Jezus Krishtit. Edhe të marrim zemër në këtë gjë. Të marrim zemër vërtet që të kërkojmë të afrohemi Zotit. Të vazhdojmë të rendin duke shërbyer së bashku, duke adhuruar Zotin së bashku. Edhe prandaj Zoti na e ka dhënë fjalën e tij. Bibla thotë, jo vetëm që na ka dhënë fjalën, por na ka dhënë frymën e shenjtë që ne të kuptojmë këto gjëra. T'ja shpjegosh një njeriu që nuk e njeh Biblën, nuk e njeh Perëndin, t'ja shpjegosh këto gjëra, mendoj se shumë prej tyre aty do të duken marrëzi, do të duken gjëra të habitshme. Në fakt janë të mrekullueshme. Janë gjëra që nuk i përshkruajmë dot, por janë atje, premtime, janë të sigurta. Apostulli Pauli tha që unë vrapoj, thot, por jam i sigurt. Nuk jam i pasigurt. Edhe të ndjehemi të gëzuar në sigurinë e premtimeve të Perëndis. Në sigurinë e këtyre gjërave që Zoti ka vendosur përpara nesh. Së pari, kemi gëzimin e prezencës së Zotit. Kemi gëzimin e prezencës së Zotit. Perëndia kishte nxjerrë Izraelin nga Egjipti. Do ta çonte në tokën e premtuar. Ata kishin 400 vjet që ishin në Egjipt. Një pjesë të mirë të kohës kishin qenë në skllavëri. Nuk ishin luftëtar. Nuk ishin pjesë e rojeve speciale të faraonit. Ishin skëllerë, ishin punëtor. Edhe tani do dilnin të shkonin drejt një vendi ku kishte 7 kombe. Edhe Zoti do përdorte Izraelin për të shkatruar ato kombe. Pse? Sepse po zbatonte gjykimin e tij mbi atë vend për shkak të mëkatit. Edhe Perëndia flet me Mojsiun se si do që ta përdori Mojsiun për të drejtuar popullin. Edhe Mojsiu i thë Zotit, ti mirë që më the mua që do shkojmë atje, por nuk më ke thënë cilin do dërgosh me mua. Mojsiu nuk ishte një strateg lufte, nuk ishte një ushtri atje. Edhe normal pyetja e tij ishte shumë e vënd.
nuk më ka thënë këtë të dërgosh me mua. E Zoti i përgjigjet, prania ime do të shkojë me ty dhe unë do të jap pushim. Atëherë Mojsiu i tha, nëse prania jote nuk vjen me mua, mos na nis që këtej. Edhe thot pastaj se nga do ta din kombet që ti na ke shliruar, vetëm nëse ti je me ne, ata do ta shohin këtë gjë. E Zoti i konfirmon vargu 17, do ta bëj edhe këtë që më ka kërkuar, sepse ti ke gjetur hir në sytë e mi dhe të njoh personalisht. Një që dallon çdo besimtar të rilindur në Krishtin, që ka vendosur besimin e tij në Jezus Krishtin. E atë që vdiq, atë që varos dhe u ringjall mbas 3 ditësh për mëkatet tona. Ajo që dallon atë nga njerëzit e kësaj bote, që nuk e kanë Krishtin në ta, është që ai ecën me prezencën e lavdis në veten e tij gjatë gjithë kohës. Populli ishte në shkretëtir me një re që i mbulonte në diellin e shkretëtirës edhe me një zjarr gjatë natës që u jepte dritë. Nuk u fikeshin dritat atyre. Edhe Zoti i mbajti. Shkëmbi i shoqëroi, thot Bibla, për 40 vjet. Edhe ky shkëmbi ishte Krishti. U dha mana nga qielli, u dha ujë nga shkëmbi, i mbajti në dorën e tij. Mojsiu kishte nevojë për një ndihmë. Zoti tha, unë do jem me ty, tha. Edhe bëri shenja, bëri mrekulli, tregoi fuqinë e tij, tregoi lavdinë e tij. Ndërshkoi popullin për shkak të mëkateve. Zoti ishte prezent për t'i mbajtur, për t'i disiplinuar. Shumë nga ata nuk britën në destinacion. Pse? Sepse nuk i besuan Zotit. Sepse e kishin mendjen të ktheheshin në Egjipt. Është një qortim për ne, është një kurajim për të vazhduar duke ecur në shenjë të ri. Gëzimi më i madh për një është të di që Perëndia i lavdis është me ta. Ai është me ne. Na ka vulosur me frymën e shenjtë, thot Bibla. Udhëtimi i Izraelit u sigurua nga prezenca e shkëmbit që është Krishti. Udhëtimi ynë është në duart e Perëndisë. Ai është gjithmonë me ne. Te Psalmi 16 është një psalm profetik. Flet për Jezus Krishtin, gjërat që gëzimin që ai kishte, ndërsa pam të hebrejt. Megjithatë, ashtu siç ai ishte ati me birin, edhe i dha fuqi, i dha gëzim, fryma e shenjtë veproi nëpërmjet Jezusit në udhëtimin e tij mbi tokë. Ashtu Jezus Krishti na ka dërguar ne dhe na ka pajisur ne me të njëjtën fuqi. Fryma i lavdisë banon në ne. Gëzimi i tij është në ne. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin përpara syve të mi, duke qenë se ai rri në të djathtën time, unë nuk do të hiqem kurrë nga vendi. Prandaj zemra ime gëzohet dhe shpirti im gazëllon për lavdinë e trashëgimisime, dhe mishi im do të qëndrojë tër besim dhe në siguri, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh i shenjtë ty të shoh korruptim. Ti do të më tregosh shtegun e jetës, ka shumë gëzim në praninë tënde, në të djathtën tënde ka kënaqësi në përjetësi. Ne sot kemi privilegjin të kemi gëzimin e prezencës së Zotit. Ai është me ne. Bibla thotë që ai na ka bërë tempullin e frymës së shenjtë. Ai dëshiron që të na bekojë në çdo hap. Mjaft që ne të kthejmë syt drejt atij. Populli u krijua, ndërsa u krijua tempulli dhe Solomoni lutej Perëndisë edhe i kërkoi Perëndisë që nëse dikush lutet i kthyer nga ky tempull, ti të lutem dëgjoje, i tha Perëndisë. Edhe Perëndia mbushi tempullin me tymë atje dhe tregoi prezencën e tij, edhe i konfirmoi Solomonit që unë do ta dëgjoj atë që do kthehet nga tempulli. Edhe Zoti, nëse dëgjon ata që janë në distancë larg Jeruzalemit që luten, ata që tek të cilët banon që na ka kthyer në tempull, ne që është një me frymën tonë, sigurisht që dëshiron ta dëgjojë dhe të veprojë. Ai na jep gëzim me prezencën e tij. Na jep gëzimin që vjen nga fryma e shenjtë. Te Veprat e Apostujve 13 Bibla thotë dishepullët mbusheshin me gëzim dhe me frymën e shenjtë. Është gëzimi i frymës. Është fryti i frymës së shenjtë gëzim. Te Romanë kapitulli 5 tregon për udhëtimin mes shtrëngimeve. Edhe shtrëngimet dhe sprovat tona na drejtojnë te krijimi i shpresës, te përforcimi i shpresës. Edhe shpresa nuk tupëron, thot në vargu 5, sepse dashuria e Perëndisë është derdhur në zemrat tona me anë të frymës së shenjtë që është në ne. Ndërsa ne shpresojmë më shumë, do thotë që i mbajmë më shumë syt drejt Zotit, do thotë që kërkojmë më shumë nga fryma që të fuqizojë, të mbushë jetën tonë. Edhe ne mbush me gëzim. Na mbush me dashurinë e tij. Romakët 15 thotë dhe Perëndia e shpresës do t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe në besim që të keni mbusholli në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Le të rendim, Zoti është atje, me anë të frymës të na japë gëzim në vështirësitë më të mëdha.
Ai dëshiron të shfaqet nëpërmjet nesh. Jo vetëm që na ka dhënë frymën e shenjtë, por gjithashtu ai na ka dhënë fjalën e tij. Fjala e Krishtit banoft në zemrat tuaja me gjithë begatinë e vet, thot apostulli Paul Kolosianëve. Sepse kur ajo banon me begatinë e vet, ne çfarë do bëjmë? Ne do falenderojmë Perëndin, ne mirënjohemi duke kënduar psalme, edhe himin, edhe këngë, gëzimi. Sepse do të përjetojmë faktin të vërtetën që ai na deshi. Edhe jo vetëm na deshi, por na do sot. Edhe ai është i gjallë, edhe është besnik, edhe është prapë mbret mi mbretër, Zot mi Zotër. Por ata që e hedhin hapin e besimit dhe mbështeten tek ai, e përjetojnë fuqinë e tij. Ata që rinë në breg duke hedhin një hap besimi, nuk arrin ta përjetojnë, sepse nuk po e lejojnë Zotin. E Zotit i pëlqeu që me anë të besimit të na shpëtojë dhe të na drejtojë në këtë botë. Jeremia thot me të gjetur fjalët e tua i përpiva, fjala jote ka qenë për mua gëzimi dhe gazi i zemrës sime, sepse emri yt thirret mbi mua, o Zot Perëndi i ushtrive. Çfarë mëson Bibla e Perëndis? Çfarë na tregon fryma e Perëndis? Që jemi bijtë të Perëndis. Emri i Krishtit është mbi ne. Ata janë të mi, thot Zoti. I kam shpenguar unë. Ata nuk mund të përjetojnë humbjen. Nuk mund të përjetojnë shkatrimin e përjetshëm, sepse i kam blerur me gjakun tim. Për këtë erdha. Edhe fjala na tregon këtë gjë dhe na jep gëzim. Fryma na bind. Edhe nëse dyshojmë ndonjëherë, ne e dimë se kur i përkasim. Ne e dimë se erdhi Jezusi dhe ne kemi besuar atë gjë. Kemi gëzim në fjalën e Perëndis. Edhe jo vetëm kaq, por kemi gëzim në bashkësinë e popullit të Perëndis. Krishti ka lënë ca përfaqësues. Jemi këtu në këtë sallë. Ka lënë shumë të tjerë jashtë sallës tonë. Edhe ai dëshiron të veprojë nëpërmjet gjithë secilit prej nesh. Edhe këtu kemi shumë të bukur të Filemonit. Çfarë fjalësh përdor Pali ndërsa i flet Filemonit. Kemi gëzim të madh dhe përdollim. Qose mund ta them në mënyrë poetike, kemi gëzim mbi gëzim. Gëzim në katror, nuk e di si mund ta shprehni juve matematicianët. Për shkak të dashurisë sate. Filemoni është i mbushur nga fryma. Edhe ai jeton Krishtin në jetën e tij. Krishti jeton nëpërmjet Filemonit. Edhe shfaqet, tregon dashuri, tregon prezencën e tij. Me anën tënde o vëlla, zemrat e shenjtorëve u freskuan. Zoti na premton gëzim në prezencën e tij, prezencën e frymës, të fjalës, edhe të bashkësisë së kishës. Qose ne jemi duke përjetuar këto gjëra, lavdi Zotit, vazhdoni, qëndroni edhe rrini mes besimtarëve, sepse jeni një zdrit, edhe jeni një zjarr që ngrohet dhe ndriçon që të ndriçoni të tjerët. Nëse ndjeni i ftohur, edhe ndjeni sikur keni ftohtë, edhe ndjeni sikur jeni vetëm, edhe sikur jeni braktisur, mos ndoshta jeni larguar nga vendi i dashurisë, nga prezenca e fjalës, duke kushtuar veten tuaj frymës që t'ju drejtojë, edhe në bashkësia e shenjtorëve. Zoti dëshiron që t'ju rrisë dhe juve në dashuri, t'ju mbushim me gëzim. Le të kërkojmë atë, le të gëzohemi në ato që ai është besnik. Edhe mbajmë fjalën te Hebrejt kapitulli 10, le të mbajmë të patundur rrëfimin e shpresës sonë. Kjo është ajo që Zoti na ka thirrur të bëjmë. Të jemi ambasador të Krishtit, të jemi lajmëtar të Tij. Si e bëjmë që duke rrëfyer, duke shpallur, që Jezusi është i gjallë. Ai erdhi, jetoi një jetë e shenjtë, vdiq, u ringjall, tani është i gjallë në fronin e lavdisë. Edhe të vazhdojmë ta bëjmë gjë pavarësisht nga gjërat që na pengojnë. Pse? Sepse besnik është ai që premtoi. Ne të nxisim njëri tjetrin, thotë Hebrejt 10, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Kur afrohen kilometrat e fundit të garës, është më shumë kurajo për të vazhduar. Se nuk duam ta humbasim garën për kilometrat e fundit. Edhe ne jemi shumë afër. Jemi shumë afër. Janë shumë gjëra që na mësojnë nga fjala e Perëndis që po bien zilet e ditës së fundit derisa të vijë Zoti të na thrasi. Ai është me ne, Mateu 28. Ashtu siç i tha Mojsiut, prezenca ime do të jetë me ty, ai na thot ne. Po si na thot këtë gjë? Në rehatin e cepit të krevatit ton, jo, na thot të gjë, ndërsa ai na dërgon që të bëjmë punën e tij. Ndërsa ai na thot shkoni dhe bëni dishepuj, ai na thot unë jam me ju. Do me thënë, nëse se ndjeni prezencën e Zotit sot, ndoshta është sepse jeni shumë larg atij vendi ku Zoti do që t'ju përdori. Prezenca e tij do të me ne, ndërkohë që ne udhtojmë drejt tokës së premtuar.
ndërkohë që ne bëjmë udhëtimin e tij. Dua të ndaj me ju një histori të një vllai nga Holanda, në vitin 56, ai ishte 28 vjeç, të mos gaboj në atë kohë, shkon në Varshavë, ndërkohë që ishte pjesë e bllokut lindor, edhe shkon në një kongres të rinjve komunist. Kishte një Bibël me vete, edhe kishte trakte për të ndarur Ungjillin me ta. Edhe Zoti i flet zemrës së tij. E i thotë që ti duhet i ndihmosh këta njerëz. Ndërsa ishte atij, ai shkon në një kish, edhe ndan një fjalë nga Zoti. Edhe ata i thonë që ne jemi shumë të gëzuar që ti je këtu sot. Edhe sikur ti të mos thoshe asnjë fjalë, ne jemi të gëzuar këtu sot sepse ti je prezent fizikisht në kishën tonë. Ai ishte nga Holanda, vendi të gjitha lirive, edhe ata ishin në Poloni, në pjesën e bllokut lindor. E Zoti foli në zemër, i tha që të ndihmonte kishën në bllokun lindor. Edhe Zoti i dha urtësi atij. Edhe shërbeu për shumë vite duke dërguar Bibla në atë vend. Edhe ndërsa ai tregon historinë e jetës së tij, të shërbimit të tij, ai thotë diçka që duhet na sfidojë të gjithëve ne. Thotë nuk është një vend apo një pozitë e caktuar që Zoti kërkon prej nesh. Ai që kërkon prej nesh, ai është bindja çdo ditë ndaj tij. Ai do të bëjë diçka të madhe, por do të fillojë me gjërat e vogla. Do të fillojë me bindjen e përditshme ndaj fjalës së tij, ndaj zërit të tij. Kur ai na thotë që kjo është e shenjtë, kjo është mëkat, të zgjedhim atë që është e shenjtë. Kur ai thotë kjo është për të shfaqur dashurinë ndaj meje, kurse kjo është për të shfaqur dashurinë ndaj vetes tënde, atëherë ne të zgjedhim dashurinë ndaj Krishtit, sepse ai na deshi i pari. Edhe kjo është një nga gjërat e fuqishme që ai i tha në shërbimin e tij. Shërbimi i tij ishte shumë i veçantë. Edhe Zoti e mbajti gjallë deri para disa vitesh ka qenë gjallë. Shërbeu gjatë kohës komunizmit, në pastaj kur komunizmi u hap, ai shërbeu drejt vendeve islame, vendet të lindjes, edhe siguronte mundësi që të depërtonte edhe gjente mënyrën të çonte Bibla. Edhe kjo ishte ajo që ai bënte, çonte Bibla në vendet e lindjes, në mënyra të ndryshme. Edhe ndërkohë që ai fillon këtë udhtim të depërtuarit, të çuarit të Biblave në vendin e lindjes, ai i lutet Zotit. E thot Zot, kur ti ishe mbi tokë, thot bëre të verbrit që të shikonin. Tani duhet të bësh për mua sot që këta që shohin të mos shikojnë. Edhe ata që shikonin ishin oficerët e kufirit. Ai donte që ata të mos i gjenin Biblat, se njerëz që gjenin Biblat fluturonte edhe ky. Edhe Zoti mrekullisht në gjithë këto vite siguroi për ta. Lutja e tij është e shkruar këtu, më jep gëzim dhe kuraj për të vazhduar. Edhe ai thot në historinë e tij që kishte raste, thoshte, kur unë kisha 2 veta që kontrollonin makinën përpara, 2 veta që kontrollonin makinën mbrapa, 2 që kontrollonin makinën nga poshtë, edhe 2 të tjerë që rinin aty përballë dhe vetëm shikonin mua se si sillesha unë. Kjo ishte udhëtimi i tij kur ai shkonte të çonte Bibla. Zoti ishte pranë tij. Zoti ishte me të. Edhe ai thot në vitet e kësaj shërbese besimi, kur nuk e pash kujdesin e Zotit të dështonte. Tani Zoti i dha shumë vite, atë 90 vjet. Disa të tjerë mund ta kenë udhëtimin më të shkurtër. John Pakzori kishte udhëtimin shumë të shkurtër. Megjithatë Zoti është prezent. Edhe ai bën diçka të madhe, mund të jetë edhe me një udhëtim të shkurtër. Kjo ishte lutja e tij, ishte përgëzim edhe kuraj, dhe Zoti i dha edhe shërbeu për një kohë shumë të gjatë. Kishte Biblat në bagazhin e tij, edhe i lutej Zotit në këtë mënyrë. Në vitin 81 ata patën arritjen më të madhe, nëse mund ta quajmë, nga shifrat. Sepse shpesh gjërat nuk maten nga shifrat, por nga shifrat. Ata arritën që në një natë të vetme të shkarkonin në brigjet e Kinës 1 milion Bibla. Edhe ishte nga projektet më të mëdha. Është vend i madh Kina. 1 milion Bibla janë shumë pak. Por kjo ishte zemra e tij. Që ai, ata besimtarë që ishin në vendin e lindjes, që tha ne jemi të gëzuar që ti je prezent tu sot. Pse? Sepse ata thoshin ne ndjehemi vetëm sikur jemi vetëm. Tani Zoti na ka lënë Bibla të gjalla. Ai banon në ne. Ai do që ne të prekim jetë ndryshme. Ai do që të na përdori. Ai do që të qëndrojmë pranë dikujt, që ai ta di që nuk është vetëm, se Krishti e shikon edhe nëpërmjet syve tanë. Edhe vepron në jetën e tij. Le të mbajmë sy tek Zoti. Ai është gëzimi ynd, ndërsa ne ecim me ta. Prezenca e tij është gëzimi ynd, prezenca e tij e fjalës, e frymës. Kemi gëzimin e të paturit fryt në ecjen me Zotin.
është gëzimi i jetës së re. Bibla na shpjegon këtë gjë. Ka gëzim të madh kur një nën shikon fëmijën e saj. Gjithë vuajtjet e saj harrohen. Edhe Zoti na jep një ilustrim shumë të bukur në lidhje me gëzimin. Te Luka do të shohim më pas. Por Psalmi 126 i vë të dyja përbri. Ne po flasim për të rendur në një garë dhe të jemi të gëzimshëm në këtë. Edhe Psalmi 126 na tregon që ka gëzim kur ti merr korrin. Ka gëzim. Vërtet ka mundim, ka sakrificë. Kërkon disiplinën e përditshme. Mendo pak sikur të gdhejnë ditë bukur thot, s'po i vadit ato lulet sot, e bëj nesër. Ose ato bimët që kam bjell, e bën ja 2-3 ditë të tjera dhe pastaj s'ka më gjatë. Duhet të sakrifikoj çdo ditë. Edhe në ecjen tonë ka gëzim, ndërsa ne sakrifikojmë në shërbimin e Zotit. E Luka 15 na tregon që ky gëzim është i madh jo vetëm këtu, mbi tokë, por shumë i madh atje lart në qiell. Zoti na jep një ilustrim të dikujt që gjen qengjin e humbur, edhe gjen delen e humbur, edhe thot shokëve të tij gëzoni bashkë me mua sepse gjeta delen time të humbur. Dhe Zoti thotë unë po ju them se po kështu në qiell do të ketë më shumë gëzim për një mëkatar të vetëm që pendohet se sa për 99 të drejtë që nuk kanë nevojë për pendim. Shërbimi që Zoti na ka besuar, shërbimi i pajtimit, që ne u bëjmë thirrje njerëzve pajtohuni me Perëndin. Nesër është dita që Zoti do të thrasë emrat tanë, do të shkojmë para Tij. Dhe nëse nuk kemi pajtuar me Krishtin, na pret vetëm një gjykim i përjetshëm. Shërbimi që ne kemi është shërbimi i pajtimit. Sa i çmuar është. Është gëzim kur njerëzit pajtohen me Perëndin. Sepse kanë zgjidhur problemin më të madh të jetës së tyre, problemin e mëkatit. Problemet e borxheve mbarojnë një ditë. Problemi i mëkatit, po nuk u zgjidh, mbetet për jetë, mbetet për jetë. Veprat e Apostujve duke folur për ndarjen e ungjillit, ishte Filipi që në Samari dhe thot në atë qytet thot u bë një gëzim i madh. Njerëzit që u shpëtuan kishin gëzim, sepse tani ndryshoi perspektiva e tyre. Deri në moment ishin duke luftuar me fenë e tyre, ose ishin duke luftuar në mëkatet e tyre. Edhe ndjenin trishtim mbase që nuk dilnin dot nga mëkatet e tyre. Edhe Filipi u jep atyre lajmin e mirë që në Krishtin ka falje, ka shpengim. Pse? Sepse Jezusi pagoi, edhe shpengimi është i sigurt. Edhe ata janë të gëzuar. Ka gëzim në shpëtimin e njerëzve. Edhe le të mbajmë këtë gjë parasysh. Ai gëzim do vazhdojnë në përjetësi. Ata njerëz në cilën ne kemi ndo pak ndikim që t'i afrojnë te Krishti, jemi duke ndikuar në përjetësinë e tyre. Jemi sikur po vëmë diçka një arredim në shtëpinë e tyre në përjetësi. Edhe nëse jemi duke ndarë ungjillin, Pali thot është themeli me cilin qëndrojmë. Jemi duke u vënë themelin Krishtin me drejtimin e frymës së shenjtë. Ka gëzim jo vetëm në jetën e re, ka gëzim në jetën e transformuar. Mendoni pak ata njerëz që Jezusi i shëroi. Ata që ishin të çal, ata që ishin të verbër. Deri në moment ata kishin një lloj jete. Ata që ishin të çal mund të ishin duke lypur, apo kështu një verbër që s'mund të punojë. Nuk kishin atë lirinë edhe ato mundësitë që kishin të tjerët. Kur Jezusi i shëroi ata, atyre u dha një jetë tjetër. Edhe kur njëri takon Krishtin edhe transformohet nga fuqia e fjalës së Perëndis, sepse ne investojmë në jetën e tyre, ne jemi duke dhënë atij një jetë të transformuar. Jo ne, po Zoti, nëpërmjet frymës së shenjtë dhe fjalës së Tij. Pali thot Timoteu thot, forcohu në hirin që është në Krishtin Jezus, ato që dëgjove nga unë përpara shumë dëshmitarëve, besoje njerëzve besnik që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerët. Fjala e Perëndisë është ajo që na transformon. Jezusi ndërsa lutej për shenjtorët, i thot Atit, shndroje në fjalën tënde. Në të vërtetën tënde, fjala jote është e vërteta. Fjala e Perëndisë na transformon, na pastron. Pa të nuk bëjmë dot asnjë gjë. Le të mos besojmë gënjeshtrat e të ligut që na zë me gjitha llojet e gjërave e na mban larg fjalës. Por nëse ne e bëjmë të gjë vetë në jetën tonë, Zoti do që edhe të nxisim të tjerët. Të ftojmë të tjerët që t'i afrojnë Zotit në një bashkësi më intime, duke njohur atë nëpërmjet fjalës, nëpërmjet ecjes në shërbim. Te letra e parë Salonikasve Pali thot, cila pra është shpresa jon, a gëzimi, a kurora lavdis, a nuk jeni pikërisht ju përpara Zotit ton Jezus Krisht në ardhin e Tij, se ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë. Ju jeni lavdia dhe gëzimi ynë. Pali gëzohej për ta, për shenjtorët,
ndërsa i shikonte që ata esin në bezim. Edhe pali gëzohej për atë ditë që do të ishin atje përpara Jezus Krishtit. Doni pak një specialist një fushë që ka trajnuar dikë. Edhe ai ishte në një konkurs. Edhe në atë konkurs del mirë. Edhe gëzohet ai që është trajnuar, gëzohet familja e tij, gëzohet ai që e ka trajnuar. Pse? Sepse ai mori frytin e sakrificës dhe mundimit të tij. Ky është gëzimi i palit. Ndërsa shikon shenjtorët të patëmet përpara Krishtit. Duhet jemi vetë të patëmet, pastaj jemi një shembull i mirë për të tjerët. Edhe pali gëzohet për të. Ka gëzim kur ne jetojmë për të investuar në jetët e të tjerëve. Gjoni thot nuk ka gëzim më të madh nga ky, dëgjoj se bijtemi ecin në të vërtetën. Tani kjo është e vërtetë në Bibël, por nuk është e vërtetë për të gjithë të krishterët. Sepse nëse kemi vënë gëzimin tonë në gjërat e botës, kjo nuk na bën përshtypje. Kjo duket si diçka e huaj, si diçka që abstrakte. Por nëse gëzimin tonë e kemi vënë në lavdërimin e Zotit, në marrëdhënien me të, në vullnetin e tij ndaj njëri tjetrit, që ta duam njëri tjetrin, të shërbejmë njëri tjetrin, atëherë kjo është vërtet arsye gëzimi. Nuk e di çfarë gëzimi kemi kur ngrihemi në mëngjes. Këto janë gëzimet që Zoti ka dhënë përpara nesh. Edhe këto do që të kemi si gjëra të çmuara. Këto janë thesaret që janë të lartë që nuk humbasin. Thesaret që janë të poshtë janë të përkohshme. I vjedhin hajdutët, i prish koha, i dëmton. Filipian kapitulli 2 thot Pali, Filipianëve dhe sikur unë të jem spërkatur për mbi flijimin dhe për mbi shërbesën e besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëllohem bashkë me ju të gjithë, po ashtu edhe ju gëzohuni dhe ngazëllohuni bashkë me mua. E dini çfarë? Kur ne ndikojmë jetën e dikujt, duke marrë kohë të kalojmë kohë me të ndajmë Krishtin që është i gjallë në ne, në njëri tjetrin, Zoti vepron në dyja drejtimet. Dhe gëzimi kalon nga një anë në anën tjetër, edhe të gjithë jemi të bekuar. Pse? Sepse jemi gjymtyrët e të njëjtit trup, edhe ne ndërtojmë njëri tjetrin, edhe rritemi drejt kreut që është Krishti. Edhe ka gëzim në jetët e transformuara, ai gëzim na vjen ndërsa shohim si një fëmijë që rritet, edhe bën gjëra të reja dhe fiton pavarësinë, edhe ka fuqi, edhe ka guxim, ka urtësi, ecën në shtegun e duhur, ka gëzim kur ne bëjmë këtë gjë. A jemi ne duke parë gëzimin në jetën tonë në këto gjëra? Zoti do që të na përdori. Nuk ka asnjë paaft në trupin e Krishtit. Ne zgjedhim të jemi paaft. Na ka dhënë fjalën që të na bëjë të aftë për çdo vepër të mirë, për çdo vepër të përsosur. Ne zgjedhim të hapim ato çelësat e fuqisë edhe urtësisë së Perëndis ose të lëmë mbyllur. Zoti dëshiron që të shohim gëzimin e jetëve të transformuara. Zoti do që të mbajmë sy te gëzimi i fitores. Janë kurorat që prishin, janë kurorat që mbeten. Zoti do që të mbajmë sy drejt tyre. Na jep një shembull të Mojsiut. Mojsiu ishte pjesë e familjes mbretërore. Zgjodhi ta lindte mbrapa. Ashtu siç pali zgjodhi të hidhte poshtë gjitha arritjet e tij prej fetari, prej njeriu të diturit të kësaj bote. Dhe gjeti vetëm një fitore që të mbajë fort, edhe të shikonte përpara. Ishte të njëjtë Krishtin. Në shërbimin ndaj tij, duke bërë vullnetin e tij, duke kërkuar të shikonte fuqinë e Krishtit në situatat më të vështira në jetën e tij. Edhe Zoti i qëndroi pranë. Edhe bekoi atë. Mojsiu zgjodhi të lindte këto gjëra, edhe zgjodhi më mirë të keq trajtohet bashkë me popullin e Perëndis, se sa të gëzonte për një farë kohë dëfrimet e mëkatit, duke e çmuar fyrin e Krishtit si pasuri më të madhe se thesaret e Egjiptit, sepse i drejtonte syt nga shpërblimi. Zoti do që të shikojmë përpara te shpërblimi. E di çfarë? Në jetën tonë përditshme flasim shpesh për njerëzit që mund të jenë koprac, për punëdhënësit që u duket sikur po këpusin në një krahun e tyre kur i rrisin rrogën dikujt. Janë gjëra që ndodhin sepse njeriu është i fokusuar te vetja. Por Zoti ynë është i pastër. Edhe ai dëshiron që të na shohë të gjithë në lavdi. Ai dëshiron që të na shohë të gjithë fitues. Na ka bërë mbretër dhe priftër, thot libri i zbulesës. Ati që na bëri mbretër dhe priftër, do të mbretërojmë bashkë me të, me Krishtin. Ati të takon lavdia. Le të mbajmë përpara ato kurora që mbeten. Le të mbajmë përpara syve tanë gëzimin që mbetet. Jo gëzimin e përkohshëm.
vjen shumë natyrshëm për mishin që të kënaqen në gjërat e rëndomta të kësaj bote. Po ndërkohë që i lëm gjithkohën ato që të na kënaqen ato, që na zgënjejnë çdo javë dhe na kënaqen çdo javë, na gënjejnë çdo javë, udhëtimi jon mbaron. Nuk është për jetë të mbi tokë. Edhe gara mbaron. Le të jemi të zënë, duke mbatur syt tek fitore që kemi përpara. Ai shikonte pasurinë më të madhe Krishtin, edhe nderimin e Krishtit. Galatë kapitulli 6, Zoti do që ne të jemi të vëmendshëm. Zoti do që ne të jemi serioz. Pse? Sepse ai është serioz. Ai është serioz. Shpesh kur ndajmë ngjitëm me njerëzit, ata thonë, po do i kërkojmë falje Zotit edhe do na fali. Është zemër madhe, është i mëshirshëm. Por është i drejtë, është i shenjtë. Ai shpengimin ton e fitoi me vuajtjen e Krishtit. Sepse është i drejtë. Dhe duhet të ndëshkonte mëkatin. Edhe do të jetë i drejtë edhe ndaj kishës së tij. Nëse gjykimi i Perëndis do të fillojë thotë së pari nga shtëpia e tij thotë, a nuk do të kemi një sjellje të shenjtë, të drejtë? Zoti do gjykojë së pari familjen e vet, që kur të vej pasaj të gjykojë ata të jashtëmit, ata të mos i thonë, se si ke gjykuar të tut? Edhe gjykimi për ne do të jetë, a mbollëm në mish, apo mbollëm në frym? Ata që mbjellin në frym do të korrin gjëra të përjetshme, do korrin kohën e vet, do korrin me siguri. Edhe gëzimi është kur ne i mbajmë syt tek këto gjëra dhe nuk lejojmë veten tonë që të bëhemi të ngathët, edhe të përtac, edhe të kontrollohemi nga natyra e mishit, natyra toksore. Apostulli Paul shikon përpara ndërsa ka bërë udhëtimin e tij, thot, edhe më pret tot kurora e drejtësisë. Që Perëndia thot, gjykatësi drejt do të na jap atë ditë, jo vetëm mua, por gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Është gjykatësi drejt. Ai do t'i japi me siguri. Zoti nuk do ngelet borxh askujt prej nesh. Por do na japi aq shumë sa që ne të mund të mos e krahasojmë dot me atë sakrificën tonë. Apostulli Paul thot, vuajtjet e tanishme nuk janë vlen të krahasohen me lavdin që do shfaqet në ne. Kjo është ajo që Zoti ka përpara nesh, një fitore të sigurt për ata që ecin në udhëtimin e besimit. Ashtu si apostulli Paul thot, e fitova luftën. Te zbulesa kapitulli 2 na jepet siguria e kësaj gjëje. Sa njerëz i humën lek në sutja. Nuk ishte aq e sigurt. Sa investime që bëjnë në këtë botë, do i humbasin. Dhe në fund fare, kur Zoti të vijë dhe të gjykojë botën, mëkatin, do konsumojë me zjarr çdo gjë, do humbasin të gjitha gjërat. Por shpërblimi i Krishtit është i sigurt. Ai është mbreti i mbretërve, Zoti i zotëve. Çfarë ai thot, bëhet. Çfarë ai thot, do të ndodhi. Pra, daj bëjmë mirë të investojmë tek ai. Dhe jo në këtë botë. Mateu 25 është gëzimi i madh për ata që shërbejnë Krishtit me besnikëri në gjërat e vogla. Zoti kishte besuar dikujt diçka, talentat, dhe ai i vën punë dhe i përdor. Zoti na ka dhënë dhuntit, na ka dhënë mundësitë që kemi, frymarrjen që kemi sot, shëndetin që kemi sot, bashkësinë e kishës, fjalën që kemi sot, që të mund të bëjmë diçka për të në mbretërinë e tij. Edhe ai do thot atyre që e bëjnë këtë gjë, të lumt shërbëtori mirë dhe besnik, u tregove besnik mbi pak gjëra, unë do të vë mbi shumë gjëra, hyr në gëzimin e Zotit tënd. Nuk ka gëzim më të madh. Kur ne të qëndrojmë përballë Krishtit, e të gëzohemi që ne jetuam me të. Edhe atë ditë do gëzohemi bashkë me të. Ai dëshoj jetët e ndryshuara, dëshoj shenjtore në lavdi, edhe ne do jemi bashkë me të. Themi Zot, faleminderit që më dhe mundësinë që edhe unë të bëja diçka. Të gjithë ne kemi mundësinë. Ati që fiton, thot Zoti Jezus Krisht, do të japë ulet me mua në fronin tim. Unë nuk mund ta akceptoj këtë gjë. Jam ulur në makina shumë të bukura, në koltuk shumë të mirë. Kam qenë në ambiente shumë të këndshme të kësaj bote, por nuk mund të konceptoj këtë gjë që ne të ulemi në fronin e lavdisë. Është në Bibël. Është në Bibël. Pse? Sepse ai drejtohet kishës së tij, nusës së tij. Por është diçka individuale për ne. Shumë gjëra që kemi në Bibël janë për të gjithë, do ndodhin. Disa nga ato gjëra do ndodhin për ata që vrapojnë për të fituar. Edhe vrapojnë deri në fund. Ka përshtypjen se erdhëm tek fundi.
Gëzimi i lavdisë së përjetshme do marrin shumë shpejt. Zoti na ka vënë përpara një gëzim që ne të llogaritemi mes atyre që ndoqën Krishtin. Më ndiqni thotë do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Ashtu siç Ati më dërgoi mua, unë ju dërgoj juve. Edhe ashtu siç ai e bëri punën e Atit, edhe e përlëvdoi Atin, ai na ka lënë ne të bëjmë punën e Perëndis. Edhe kështu me jetën tonë të përlëvdojmë atë. Gëzimi më i madh i Andreas, që ndava pak më parë historinë e tij nga Hollanda, ishte që ai bëri diçka që e konsideron atë ose e llogarit atë mes dishepujve të Jezus Krishtit. Unë dua tha që kur të vdesta të shkuaj në varin tim, tha, ose të paktën këtë kam në mendje, që ky ishte një dishepull i Jezus Krishtit. Dikush që jetoi me Krishtin, për lavdinë e Perëndis. Edhe nëse bëjmë të gjë ka gëzim të lavdërojmë Perëndin. Gjoni kapitulli 15 na thotë që përlëvdojmë Atin me anë të frytit, kur japim fryt atij, edhe nuk ka gëzim më të madh. Që ne të kthejmë Jezusit sadopak lavdërimin që ai na jep ne. Ai na ka caktuar për lavdi, thot fjalë e Perëndis. Veprat 5, sa e mrekullueshme thot, kështu ata u larguan nga faqja e Senedit duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denj të fyen për emrin e Jezusit. Këta kuptuan që ajo që po ndodhte vërtetonte që po silleshin si Jezusi. Jezusi u përndoq për shkak të drejtësisë, të vërtetës. Edhe kjo u dha gëzim. Ka gëzim kur e dim që jemi me Zotin, në punën e Zotit. Po lexoj vetë vargu 20 për shkak të kohës. Apostulli Paul, me gjithë gjërave që ai kalonte, ai tregon se çfarë kishte në zemrën e tij. Më presin do të pranga dhe mundime, thot, por unë nuk duhet t'ja di fare dhe as jetën time nuk e çmoj aq sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndis. Ky ishte gëzimi i tij, që të bënte vullnetin e Perëndis, të bënte vullnetin e Krishtit. Edhe ai tha, po të dërgoj, tha, që ti nxjerrësh nga pushteti i errësirës dhe ti sjellësh në mbretërinë time, ku të kenë një trashëgim edhe lavdi të përjetshme, me anë të besimit në mua. Kjo ishte punë e Paulit. Edhe ai kishte gëzim që të bënte këtë gjë. E duke bërë vullnetin e Perëndis, ne japim lavdi Perëndis. Ka gëzim në ecjen në garën tonë se japim lavdi Perëndis, ka gëzim gjithashtu sepse ne do të përlëvdohemi bashkë me Krishtin. Romak kapitulli 8 na tregon këtë gjë, edhe thot atë vargun që tham pak më parë që vuajtjet tanishme nuk ja vlen të krahasohen me lavdinë që do zbulohet. Edhe në vargun 29, 30, 31 na tregon planin e Perëndis, që ata që vendosin besimin tek ai i shfaqson edhe i përlëvdon, sepse janë nusja e qengjit. Edhe ai na i dhuron të gjitha gjërat bashkë me Krishtin. Te letra e parë e Pjetrit, kapitulli 4, Pjetri thot, gëzohuni në atë masë që merrni pjesë në vuajtjet e Krishtit, që edhe në zbulesën e lavdisë së tij të mund të gëzohuni dhe të ngazëlloheni. Nëse ju fyin për emrin e Krishtit, lumju sepse fryma e lavdisë dhe fryma e Perëndis prehet në ju. Nga ana e tyre blasfemohet, kurse nga ana juaj përlëvdohet. Kur ne lejojmë gjërat që na ndodhin për shkak të Krishtit, lejojmë të na ndodhin, pa u kthyer atyre me agresivitet. Ashtu siç Pjetri thot për Jezusin që kur e tallin nuk e kthen të talljen. Kur ofendon nuk e kthen të ofendimin, por dorëzohet te Perëndia. Kur ne lejojmë që të ndodhin këto gjëra për hir të Krishtit, e di çfarë kjo llogaritet për lavdi për ne. Llogaritet për lavdi. Kolosianë 1 na thotë që kjo është një shpresë e sigurt. Shpresa e lavdisë që është Krishti në ne. Edhe letra e parë, vargu 60 na flet për këtë gjë, edhe na tregon se si ne gëzohemi në atë shpresë, gëzohemi në marrëdhënien që kemi me Jezus Krishtin, edhe në lavdinë që do të shfaqet atë ditë. Gëzimi i lavdisë së përjetshme ka të bëjë me të qenit përpara Krishtit të patmet. Qenit para Krishtit pa njolla. Se renusja që është veshur me rrobat më të mira, nuk ka ndonjë gjë të grisur, nuk ka ndonjë xhevahir që i mungon, edhe është çdo gjë e bardhë, janë veprat e shenjtorëve. Zbulesa 19. Le të gëzohemi dhe të ngazëllohemi dhe le të japim atij lavdi, sepse erdhi dasma e qengjit dhe nusja e tij bëri gati veten e saj. Dhe i është dhënë të vishet me lit holl, të pastër dhe shkëlqyeshëm, sepse liri holl janë veprat e drejta të shenjtorëve. Veprat e drejta të shenjtorëve i shtohen lavdisë së kishës. Shenjtorët. Veprat që janë në fuqinë e frymës, jo në fuqinë e vishit.
Perëndia na shpëtoi me anë të besimit nëpërmjet hirit, pa veprat tona që të mos mburemi, por thot, ju jeni vepra e Krishtit e krijuar në të, për veprat e mira që ka vënë përpara për ne. Këto janë veprat që Zoti do, të shfaqen atje te veshja e nuses. Do shta mendojmë për gjërat e bukura të kësaj bote dhe na marrin, na konsumojnë mendjen tonë. Kjo është gjë më e bukur që do të shikojë ndonjëherë çdo qenie që ka ekzistuar dhe do ekzistojë. Ajo ditë në lavdi përpara Krishtit. Gjëra që syri si ka parë dhe veshi nuk i ka dëgjuar, janë ato gjëra që Zoti ka vënë përpara për ata që e duan atë, për ata që presin me dashuri të shfaqurit e tij. Nëse jeni këtu sot dhe keni vendosur besimin tuaj në Jezus Krishtin, ju do jeni atje atë ditë. Ne do jemi atje atë ditë. Por le të jemi të gjithë si fitimtarë. Le të jemi të gjithë si ata që u gëzuan me këto gëzime, edhe patën këtë gjë përpara, edhe rendën bashkë me Krishtin. Edhe nëse jeni këtu sot dhe nuk e dini se ku do jeni, nëse do të vdisnim sot, nuk e dini do jeni me Perëndin apo jo. A do jeni në këtë dasëm apo jo? Do shta mendoni, po, a kam bërë mjaftueshëm vepra të mira? E di çfarë? Nuk ka lidhje me veprat e mira. Nuk ka lidhje me gjërat që ju keni bërë. Ka lidhje me atë që Krishti ka bërë. Ju mund ta keni këtë siguri që të jeni pjesë e saj dasme, pjesë e këtij vrapimi, duke vendosur besimin tek Jezus Krishti, duke kërkuar falje për mëkatet e duke pranuar atë si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Zoti ju beqoftë.